Bëjmë nga këto videot home tour që unë e di që ju i pëlqeni shumë dhe po ju ndaj këtë shtëpinë që kemi marrë me qira për 4 ditë në qytetin e Portsmouthit, këtu në Angli, një qytet turistik. Shtëpia është rreth 10 minuta me eci larg detit, shumë e mirë do thoja. Kemi marrë 400 pound për 4 ditë për 5 persona. 10 nga 10 notat. Pse e them këtë? I kishte të gjitha gjërat e nevojshme, mbi të gjitha ishte e pastër. Ne zakonisht nuk në rastisin këto shtëpit, me thënë drejtën, nuk e dini ju ka ndodhur, po nga foto të marrin në qafë dhe kur vete janë shumë të papastra. Kjo shtëpi ishte shumë e pastër, i kishte të gjitha gjërat e nevojshme. Kjo tavolina, siç e shikoni, është bilardo njëkohësisht, tavolinë ngrënie, por gjithashtu dhe mund të luajë ping pong, që natyrisht ne i shfrytzuam. Banjoja ishte shumë e rregullt, por gjithashtu edhe dytomat e gjumit ishte shumë të rregullta me të gjitha ato që të nevojiteshin. Një rëndësi që ishte e pastër, njerë vjeshe koka një astë kur i thonë. Japim përgjigje dhe komentit. Unë jam e pushime, por të kafen me qikore e ka marrë me vete. Dhe komentuesi, zotria në fjalë që është interesuar, ka komentuar pikërisht në videot kur unë flasë për kafen. Kafja me qikore është shumë e mirë. E parë për personat që kanë diabet pasi ka inulin, dhe inulina kontrollon sheqerin në gjak. 2 për personat që duan të kontrollojnë ndjenjën e urisë, për personat që kanë probleme me zorët. Nëse jeni të interesuar, porosinë e bëj unë dhe ju vjen direkt në adresë. Kishte edhe jacuzzi, shtëpia, ne shfrytzuam, ishte bërgati dhe ujit ishte i ngrohtë. Pa më thoni si keni gjetur ju shtëpit me qira kur i keni marrë. Kalofshi bukur.